Këto janë të diellat ose ditët e pushimit ku fëmijët argëtohen duke gatuar. Disa nga këshillat që duhet të zbatoni përpara se të filloni gatimin janë: duhet të lani duart përpara se të filloni, duhet ta përdorni me shumë kujdes fikën dhe duhet ta pastroni vendin ku jeni duke gatuar. Ky është një ushqim që përgatitet shumë shpejt. Këto janë përbërësi që kanë shumë vlera ushqimore. Kemi mollët, bananën edhe lule shtrydhën. Tani kemi frutat, mollën, bananën dhe lule shtrydhën, kemi perë dhe ilam. Tani do t'i hedhim së pari do të hedhim drithrat në secilin tas. Tani do të shtojmë në sipër dritave frutat. Bufra. Në fund do të shtosim. Ja çojmë bufrës më edhe lek. Do t'i përziem. Dhe? Dhe baruam, ju bëf të mirë. Ju lumshin duart. Shihni një herë këtu. Faleminderit. Në mëngjes, unë në matish ha kotoleta bëk me vezë. Dhe ca herë, unë e bëj pa ndihmën e mamit. Unë e kam bë tiganin, e kam bushur me vaj. Dhe e kam ndezur. Unë e marr vezën dhe I thyj. I thyj për na tas. Edhe pak akoma krip. Tani të i raf. Tani që e kam rafur, bukën do e lyej nga të dyja anët. E pastaj do e fut dhe në tigan. Për të skuqur. Për të skuqur. Edhe një fet tjetër se e mban. Kotoleta tani janë gati, e do I hedh në pjatë. Të bëf të mirë. Për mëngjes, zakonisht haj krepa. Krepat unë I lyj me Nutella I pak biskota dhe banane. Tani unë ka përgatitur krepa. Një krep do I lyj me çokollatë.
Tani do jetë pak biskota. Tani do jetë prap dhe pak banane. Është gati? Po, Sa do na thosh? u bëf të mirë. Mëngjesi imi preferuar është tosti. Unë atë mund ta bëj dhe vetë pangimin e mamit e çoja më ka mësuar. Tani unë do të marr sallamin i cili është i gatshëm dhe një fet djath. Do ta vër këtu si për sallamin. E mbyll tostin dhe do e fus te tostierja. Ai bën një tjetër. Tosti po përgatitet, tani u përgatit. Ju bëftë? Bëf mirë. Pija ime më e preferuar në mëngjes është smoothie. Unë kam pritur Prerë. lule shtrydhe dhe banane që ta bëj smoothie. Unë do thërmoj biskotat e motrës time, se janë shumë të mira dhe shumë të shijshme, dhe të buta për të bërë smoothie. Pastaj do hedh qumshtin që të bëhet më e lëngshme për ta pirë. Dhe tani e bëj smoothie me grisë. Doli nga priza? Doli nga priza. E vendosim prapë, s'ka që, mos u mërzit. E vendosim shpejt. Bëre mbi karrige atë që mos të dali më. Bravo. Dhe tani e bëj smoothie me grisë. Smoothie është bërë gati. Ju bëft mirë. Të bëftë mirë. Ushqimi im i preferuar për mëngjes është gjallë dhe reçel.
Unë e konsumoj sigurisht vetë dhe e bëj, është shumë e thjeshtë për të bërë. Marrim një thikë dhe e lëmë gjatë fetën e bukës. Janë shumë të bukur. Pastaj marrim reçelin dhe e lyejm. Unë zakonisht e shoqëroj dhe me djathë të bardhë lope. Të bëf të mirë. E bëf të mirë. Mami im është eksperte për ëmbëlsira. Ne tash të gjithë e dim. Mami im ka bërë një kek me portokall dhe ëmbëlsirat edhe ajo është receta e vet që e bën to e fshehur, asnjë që nuk ka treguar njeriu. E ka sekret. Kjo nuk është një vakt i mëngjesit, por unë për klasën e bëra. Faleminderit shumë dhe i lumshin duart mamit. Ju bëf të mirë. Që i va daj pa përgjys. Një duatokitje për mama që na ndihmuan sot. Ju vleni.